Sholla zhjë dhe shkryto. Po të bëjë pen, mos e hjekë dore për kësoj klasë punëtore, në asë një moment se jemi një klasë punëtore që e marrëm bukën e fundit Kosovës. Kemi nevojë bashkarisht me i shpëtu ndërmarrjen. Edhe unë këto e kom detyrë primare, numër 1 është kjo për mua. Nuk ka diçka më transit. E pa ndërmarrje nuk ka Prishtinë. Nuk ka qeverisje, nuk ka rend, nuk ka rregull, nuk ka pastërti në qytet. Se kemi mos të më thuja se një me një. Një punëtor, një administrator. Një shef, një punëtor, një shef, një punëtor. Ka një 18 vjetë ka fillu e kancerin ndërmarrjes, por me ju vënu kulmi, ju ka vënu këto 3 vjetë e vënu. E duke u shtet në 2 persona. I treti veç ka nej qiku. E ku folë edhe në kuvend komunës. Ai ka qenë kryetari i komunës, me një bashkëpunëtor drejtë në atë tonë, edhe kryeshefi jonë bashkë me kryesuesin e blokut. Ta i ka thonë kozën. Unë edhe potisht ta i këtu ja thonë, se s'e kam atë problem hiç. Ma shumë kemi shefa, sa që kemi punëtor. Po të kështu shkurt edhe shqyp. E mojtë pa ndërmarrën pasurimin dije që të e ki gjenetin. Pa shybe, se jemi bukarat shkelin. Për toke jemi. Kjo këshyri kamionet. Kërë lëmë, ku mos me rreda i cikin. Krejt që kjo fa kriza e madhe ka fillu sa kanë qenë bashkë të 2 partit, kur e kanë pru me ndryshu rregulloren edhe nenin që i lejon edhe operator privat. Na edhe atëherë mi qenë kundër kësaj, se kemi ditë çka po përgatitet. Përvoja ma vonë ka dëshmu që kemi qenë sakt. Gjithë kjo histori, gjithë kjo tradit, gjithë ta punëtor, që e kanë lënë jetën, mundin, djersën, në çdo ndërmarrje, që janë kujdes për çdo qytet, tash veç pse na ka ardhur një kryetari pa përgjithshëm, më shku poshtë këtë mundi janë.